Çfarë po ndodh me çmimin e banesave në Shqipëri? Cili është tregu imobiliar, siç e quajmë ne, apo i real estate-it? Mund të përdorësh fjalë të ndryshme, mund të drejtohesh në agjenci të ndryshme, por një gjë është fakt. Pikpyetja më e madhe që shqiptarët kanë sot, sidomos banorët e Tiranës, flasë jo të gjithë shqiptarët, është çfarë do të ndodh me pronën e tyre. Pse e them këtë dhe jam munduar të marr të dhëna të çekuara ose të kontrolluara në disa agjenci si dhe në disa zhvillues të rëndësishëm të pronës në Shqipëri. E them këtë sepse 83% shqiptarëve, sipas të dhënave të Instat dhe sipas të dhënave të Eurobarometrit, janë pronarë të shtëpive të tyre, pra të banesave ku ata jetojnë. Por si do të shkojë tregu i banesave në Shqipëri? A do të ketë rënje, a do të ketë rritje, a do të ketë bllokim, a do të ketë më shumë ndërtime? Jam në qendër të Tiranës, një qytet i cili po merr një zhvillim të çuditshëm që shumë veda nuk i japin dot përgjigje. Pyetja e parë që bëjnë është kush i ble këto banesa, çmimet e një pjesë të cilave janë të jetë larta. Kush janë njerëzit që investojnë në këto banesa? Thash, historia e real estate-it në Shqipëri është çuditshme, do t'i kthehem, por po bëj një shpjegim fare të vogël vetëm të qendrës. Po të shihni, në këtë drejtim keni 2 godina që janë të projektuara nga një arkitekt belg. Mbrapa është një tjetër godinë pak më larg, Downtown One, e projektuar nga Winnie Mas. Në këtë drejtim tjetër keni prap një kull në formën e kokës Skënderbeut e projektuar po nga Winnie Mas. Në mos gaboj, në mbrapa është hoteli Intercontinental, ndërsa në drejtimin tjetër është syri i Tiranës. Nëse kthehesh këtej, është një tjetër kull nga më të bukurat në Tiranë, ngjitur me gjykatën e lartë. Por, ndërkohë, në këtë zonë rreth e rrotull dhe në zonën më periferike të Tiranës pritet ndërtohen deri tani dhe rreth 25 kulla të tjera, 25 kulla të tjera. Mbas Pallatit të Kulturës janë 2 kulla, pak më në periferi kulla të tjera, të cilat do të rrethojnë sheshin qendror Tiranës, ky ku janë vendosur aktualisht. Por cilat janë çmimet në Shqipëri sot dhe si ka ardhur tregu? Para se t'ju them cilat janë çmimet dhe a rrezikon të ketë rënje, po ju bëj një historik të shkurtër. Deri në vitin 1990 pothuajse nuk kishte treg të banesave në Tiranë. Kishte shumë pak banesa privata, të numërohesin me gishtat e dorës, apartamentet ishin pronë shtetërore, ku gjithë secili paguante një qira modeste. Tregu i shtëpive nisi rreth vitit 1991 dhe ju them me siguri absolute, sepse në atë kohë kam mbuluar si gazetar i ri, një banesë, 1-2 dhoma e kuzhinë mund të shitej nga 250.000 deri në 500.000 lekë vjetra, pra nga 250 deri në $500. Natyrisht që ishte fillimi, njerëzit filluan të shesin shtëpiat sepse u larguan, ikën emigrant, nuk i mbanin dot, kishin frikë se ju azinin. Më pas, tregu filloi të stabilizohej dhe për një periudhë të gjatë kohë lëvizte deri në fillim viteve 2000 diku tek $500-550 për metër katror në pallatet e mira. Pra $500-550 për metër katror. Shkoi tek 800, 1000, 1200 në pallatet e mira diku në rreth 5-6 vjet më parë. Pas pandemisë pati një boom të ri të çmimeve, i cili ishte i paimagjinueshëm. Nga një pallat me $550, sot kullat kryesore duhet i blesh me 5500 dhe lart. Po kush janë godinat më të shtrenjta në Tiranë? Godina me çmimin më të shtrenjtë për momentin është një pallat ngjitur me presidencën e Shqipërisë, i gjithi me xham, mos gaboj, i projektuar nga Boeri, i cili ka një pamje mbi presidencën e Shqipërisë, bulevardin Dëshmorët e Kombit, institutin, Akademinë e Arteve të Bukura, ku çmimi i fundit i shitjes nga dienia që ka marrur nga agjencitë ka qenë €6.000 dhe €6.500 metri katror. Ky është çmimi më i shtrenjtë, por në momentin që po flasim bashkë, një kompleks prej 4 kullash, të cilat do të kenë një hotel të projektuar nga Philip Lane, që janë në zonën e Gardës së Republikës dhe që e kanë marrë lejen, janë në projekt për të ndërtuar, pra kanë dalë me një çmim prej €10.000 metri katror. Ky është për momentin, flasim gjithmonë për banesë, jo për ambientet tregtare. Ky është çmimi më i lartë që është ofruar deri tani në Shqipëri. Ndërkohë që dhe apartamentet normale, të cilat dikur vërtiteshin në €800-900, janë duke shkuar në çmime që e kalojnë €1.500. Komplekset më të lira, pra kjo është pjesa më e shtrenjtë. Pse kullat janë më të shtrenjta? Kanë kosto më të lartë, kanë përqindje të pronarëve më të lartë dhe janë shumë të vështira për të ndërtuar. Secila nga këto kulla që po shihni rreth rrotull ka një çmim i cili varion mbi €4.000 metri katror
dhe ndoshta mund të shkoj dhe më shumë. Çmimet më të lira i kanë komplekset që janë në periferi dhe që janë University në zonën e mbrapa QTU-s, ka çmime që ka nisur me 400 euro, tani në mos gaboj janë 700-800 euro sipas agjensive. Ndërkohë që e gjithë zona e Unazës vogël Tiranës, duke përfshirë dhe bulevardin e trenit që njohin me bulevardin Zogu i Parë, rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës, pavarësisht se janë një pjesë dhe shtëpitë vjetra të ndërtuara në vitet e komunizmit, variojnë tashmë tek 1.500 euro shtëpitë e vjetra plas, ndërsa mbi 2.000 euro pallatet e reja. Pjesa tjetër e real estate-it që ka ende çmime të larta, por që pretendohet që mund të jenë më të konsoliduara, është pjesa e Bregdetit. Bregdeti vazhdon të ketë çmime që rriten për ditë, por rritja e turizmit e justifikon çmimin e tyre, pra rritjen e çmimit. Pikpyetja e parë dhe më kryesore është kush i ble këto banesa në Tiranë? Këtu nuk i jap dot përgjigje. Ka njerëz që flasin për trafiqe, ka njerëz që flasin për parat korrupsionit, ka njerëz, por gjithsesi unë nuk jap dot një përgjigje për këtë, sepse pjesa më e madhe duhet shiten në formë bankare ose me parat deklaruara dhe nuk e di se si është mekanizmi për t'i blerë. Një gjë është e sigurt, me ndërtimin e kullave, Tirana është në një moment stagnacioni. Është një moment stagnacioni sepse popullata e saj që rritej me rreth 25.000 veta çdo vit, vitet e fundit është rritur me më pak dhe po shkon drejt një ndalimi, pra nuk ka më shtesë popullatës. Largimi i shumë personave tjerë jashtë po ashtu e ka frenuar disi tregun, edhe pse shumica e atyre që largohen tani nuk i shesin shtëpitë e tyre ose mundohen të kenë një shtëpi të dytë në Tiranë. Shtëpitë e vjetra po ashtu do t'ju bjerë vlera, sepse shumica janë të interesuar për të pasur pallate të reja që po ndërtohen me një cilësi më të mirë, me një menaxhim më të mirë dhe me një organizim më të mirë. Pjesa më e madhe e blerësve po preferojnë komplekse, qofshin ato më të shtrenjtë që janë periferitë Tiranës, ku vilat kanë arritur çmime maramëndse, sepse unë ju thash 6.000 euro metri katror për godinën, 6.000-6.500 gjithur me presidencën, po vilat në periferi të Tiranës mund të shkojnë deri në 8 milion euro, pavarësisht sipërfaqes pra rreth 1.000 metra katror. Bëhet fjalë për vilat e luksit që janë me gishtat e dorës dhe janë ndërkohë të ndërtuar ose po ndërtohen. Pjesa tjetër zgjedhin kryesisht komplekse të organizuara me po e quajmë menaxhim, me ruajtje, me siguri, me me shërbime më të mira, të cilat janë më efikase për të jetuar. Janë komplekse o shumë të shtrenjta në periferi Tiranës të vilave, ose komplekse pak më modeste në Tiranë, ku çmimet variojnë 1.400-1.500, ose komplekse shumë të lira, siç është të thash, University në periferi Tiranës, që ka pasur një çmim shumë të ulët pavarësisht se është rritur së fundmi. A do ketë një bllokim, a do ketë një ulje të çmimeve në Shqipëri? Është vështirë ta thuash. Kostot po rriten, çmimet po rriten, por një gjë është e sigurt, nuk do të ketë më një intensitet ndërtimi si ky që Tirana ka pasur deri më sot. Nuk do të ketë më një intensitet të tillë ndërtimi sepse është shumë vështirë të gjesh blerës, sidomos për apartamente që shkojnë me çmime si këto. Por një gjë është e sigurt, ndërtimet e mira, ndërtimet në lokacion të mirë dhe sidomos ato në Bregdet nuk do ta humbin kurrë vlerën e tyre. Shumë prej ndërtimeve tjera, sidomos ato të fashës mesme, rrezitojnë të kenë probleme. Pak a shumë, kjo është ajo çfarë thon agjencitë e real estate-it në Shqipëri, në një vend ku vlera e pronës ka një pikpyetje të madhe, por që ka njohur një rritje të frikshme, thuajse 1000% në më pak se 20 vjet.